Në qendrën e numërimit të rezultateve, po vazhdon procesi numërimit të flet votimeve nga votimi jashtë Kosovës, saktësisht nga votimi në përfaqësi diplomatike. Të dhënat e fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të përditësuara më 26 shkurt, në orën 23:48, tregojnë se lëvizja vetëvendosje është duke prirë me 81.89% të votave. Më i votuari është kandidati për kryeministër Albin Kurti, ku deri tani ka marrë 2.886 vota. Pas tij, radhitet kandidati për deputet Glau Konjufca me 2.500 vota. Kandidati tjetër më i votuar është Hekuran Murati me 1.544 vota. Gjithashtu, kandidati Xhelal Zveçla bëhet e ditur se ka marrë 1.503 vota. Kandidatja e pestë më e votuar në listën e vetëvendosjes është Albulena Haxhiu me 1.489 vota deri tani. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se nga votimi që është bërë në përfaqësi diplomatike, deri tani lëvizja vetëvendosje radhitet e para me 81.89%, e dyta RDK-ja me 7.21% dhe e treta PDK-ja me 5.75%. Procesi numërimit të flet votimeve nga votimet jashtë Kosovës po vazhdon. Zgjedhjet parlamentare janë mbajtur më 9 shkurt, ndërsa pritet një rezultat përfundimtar së shpejti.